Po ndodhin shumë paftyrësi, është e patolerueshme, dhe shef Danjin me Rozin. Akoma më hipokrite është marrëdhënia Jozi-Rozi. Nga ana tjetër Gerti mendoj që po bën lojë me Jozin. Ka kaq shumë hipokrizi që po ndodhin, domethënë se është me plyt mendsh. Aldo kafshon gjithë njerëzit që sollën deri këtu. Ta tregova Aldo këtu skufi vogël. Po kush je ti mo? Po deshta ke. Jo, doja bonën kokë me. Jeni dhe jam në shtëpi. Po pse ti po të shkoj kokë me bonën kush di? Lojtarët e shëmtuar ka ardhur momenti jashtë. Po dishte ke ditë te bona? Pas bëhet fjalë. Mirë mbrëma Ledion, natë e mirë Ledion. Edhe kaq shloj Aldo, Aldo. Çka ke bërë në shtëpi? Çka kanë bërë në shtëpi? Atë që s'ke bërë ti. Koma tavolinë. Qeni vërtet. Jesku, çfarë ti ke Kokra vulgare. Me këtë do lidhesh tani se po mbaroj nikë. Ja pra me ty. Unë nuk kam ardhur këtu për t'i provuar Rozit se sa shumë në jetën time unë nuk kam vuajtur nga vëmendja vajzave, sepse gjithmonë e kam pasur. Është një nga departamentet që unë kam vuajtur më pak në jetë. Don Juani këtu po e bën Jozi dhe më pas ka tentuar deri diku ta bëjë Erti, por nuk kam tentuar ta bëj unë. Po ti dishe më ulit me Livion më. Erdi Ola me 400 për Olën. Sa i Ola doli me na Ertin, te tash Rizarka. Tani sa i Korezi gjeti kohën për të përqafuar. Loja e ti në këtë shtëpi ka qenë një farë orvatje për të zgjatur ditët në këtë shtëpi. Të kapësh ndonjë vajzë për dorë dhe thua shiko se mbase unë të pëlqej, kapet mbas vajzave për të ndetë dhe ty ditë më shumë në shtëpi. Unë kam vënë që Aldo kishte një qasje ndryshe ndaj meje. Më bënte komplimenta, më fliste ndryshe. Le që më shef me ca sy në për shtëpi një herë që unë nuk e kuptoj fare se çfarë janë ato sy. Ai mendon thuaja, nëse mendon thuaja, mos e kushtoj. O Aldo i forti. Ti kur dalësh do bosh film si 3 shkot i 100 ditë në Big Brother. Snori Benedikt, as i shpëtove ti o i zi. As i mi bone pushime ti mu si mu knaqe këtu. Ma bëj macchiato, Roz. Është një zonë 25 vjeçare që si dhe s'palash. Ti e dështuar. Skenon gocë këtu, pa provokuar. Kanë dalë fjalët e mia që në javën e dytë, që kam thënë ky djalë nuk do të ndaloj për të ndetur në këtë shtëpi, duke ju qepur çdo vajzë të re që do hyjë në këtë shtëpi. Livia në kerejt. Olën e kerejt. Rizarkën e kerejt. Danielën e kerejt. Gertën do t'aresh. Gerda po çedon komplet, rregohet frikacak, ndjen që po ikën ky pseudo pushteti. Ti veterak i pa fare. Veterak jam unë. Po ti je sniki atë, edhe ti je super sniki. Kam dëgjuar nga ti që ti mua më ke mbajtur në këtë shtëpi. Si ti mbajtur atë ditë se jam shumë e çuditur me ty. Mua më thanë që të kam marrë Danjën ty. O jo, thash, nëse është kështu e pasa marrë atë. Ti ke pëlqyer për mua dhe s'di çfarë të bësh sepse unë t'jam larguar dhe 1-2 na nxjerr në mufk. Njerëzit këtu çfarë nuk bëjnë për të dalë mirë, kështu që edhe këtë shtrembërim të vërtetës e pres, nuk është se nuk e pres, vazhdon të tregoj karakter dobët, fshihet pas petkut të qytetarisë. Ti je super tradhtar zëvë. Do shohim si do rrisa një tutje. Si një problem shumë të madh në mënyrën si komunikon, sepse je shumë i madh dhe nuk pranon as të dëgjosh. Për mua është larg perfektës. Ke dash vëmendjen e meshkujve ti. Nuk më dash, vëmendjen e meshkujve. Për çama për të bjetur në këtë shtëpi. Një njeriu që ka ndetur me ty në këtë shtëpi, që të ka bën derë me të thënë drejtën që ka ndetur me ty në këtë shtëpi, se gjithë shtëpia thonin që ti je për ndjekës, bi që unë më zotërit pas kam ngritur në këtë shtëpi. Unë ty të kam bën derë shumë të madh. Danja, po e nis me ty. Po, faleminderit. Prej shumë ditësh, marrëdhënia ime me Aldo normalisht është ftohur. Kam dëgjuar një fjali me thënë drejtën, ndër të tjera, kam dëgjuar një fjali të tipit që unë e kam ngritur Danjën në këtë shtëpi. Dhe kur unë e pyes, për çfarë arsye e thua këtë, sepse unë nuk di të më kesh ngritur në këtë shtëpi, ai thotë unë thjesht i ktheva përgjigje Olës, sepse Ola po thoshte që shtëpia thotë që ti e ke ngritur Danjën në këtë shtëpi dhe unë i ktheva pra Aldo sa për retorik thotë gjëra të cilat nuk qëndrojnë. Ashtu si të thash edhe te klipi për mbledhës, më është bërë pak e çuditshme sjellja me Aldon, nuk e di pse hera herës ka akuzat çfarë do lloj natyre që pretendon Aldo, që pas asaj fjalisë për cilën unë i kërkova ndjes, dhe për më tepër s'më duke i fare okej situata apo marrëdhënia që ai nisi të krijonte me Rizartën, duke qenë se me mua u shpreh fillimisht që unë nuk mund të kem gjë me të.
Pra këto janë disa nga arsyet. A je ti e mendimit që e gjithë qëndrimi 94-95 ditor i Aldos aty brenda është bazuar vetëm në flirtet me 3 nga vajzat cilat unë i kam në studio, por nga sa dëgjuam edhe me ty. Pra ty të shikonte me ca syra, Loredanën gjithashtu? Atëherë, unë e kam thënë më herët që mendoj që Aldo është një ndër lojtarët që në rast se do debatoja ose do kishim keq kuptime, do merreshim vesh sepse është një lojtar që ka argument dhe di se çfarë thot. Mendoj që patjetër nuk është nga ato lojtarë që nuk ka argument, ka patur argument, por highlighti ose si thuash pika kryesore e tij ka qenë me ndonjë vajzë që mund të ketë komunikim të vazhdueshëm. Po, ja kishe numëruar Aldos vajzat. Gerta po gati. Madje kishe shtuar edhe Gertën në fund. Po patjetër. Po Gertën e kanë nxjerrë në Po Gertën për çfarë? Po ty të kanë nxjerrë nominim të përhershëm dhe tani të bën shokun. Dua të kuptoj se Kjo është gënjeshtër. Kjo është gënjeshtër totale. Atere, një sekundë, Rozana. Rozana, një sekundë. Unë në ditën e 65, pra tani po këdhjet ditën e 95, 30 ditë për para, i kam thënë Aldos, si ndënje me mua çdo mëngjes duke folur për ëndrat, për cilë Oskarin në Shqipëri dhe filmat. Dhe tani më bën një sulm të organizuar mua, bi flirtimet dhe ku i shikoj unë gocat. Dhe marrë vesh që dje në shtëpi, kjo gjë është pohuar që ka qenë organizuar nga Aldo dhe këtë më mirë mund të shprej Jozi që ka qenë aty. Që që kjo që pam në klip është një karma që po i kthehet Aldos tu aty? Në një debat me Danjen. Po, i keni dëgjuar të gjithë. Pra ti thua Alaert që Aldo ka dashur të projektoj atë që bën vetë tek ty? Aldo nuk bën... Jo. Kur t'ju referuar një... Ne të lutem, merremi me klipin, mos më çoni diku tjetër, merremi me klipin. Përdora sulmi organizuar sepse atë natë u etiketuaj tillë. Ashtu. Thjesht për të lidhur në atë kohë. Po pra, po ishit marrë vesh për këtë gjë. Ishit marrë vesh për këtë gjë. Alaert, merremi me klipin, mos më çoni diku tjetër, ju lutem. Atëherë, edhe një herë, Alaert, Loredana, nuk jeni duke folur për atë temë. Djoli kërkon të flasur, Gerta. Mund të jetë shashka të tilla. Po kërkon e Djoli nuk është e vërtetë. Atëherë. Nuk është. Dhe që nga kjo duke i referuar kësaj, unë shoh Aldo në shtëpi, i cili prej nga 3-4 orë në mesditë, dhe pastaj ngrihet natën këtu, dhe me ca peshqira me sals edhe me flok bën magji, ose ri aty dhe përgjon dhe shikon njerëzit ku kalojnë, dhe pastaj përdor shprehje të tipit, kam listë për ty, kam dosje për ty. Dhe këto zakonisht i bënin përgjusit e shtëpisë gjetheve. Për kë kam përdor këtë dosje? Dhe unë, me mua, kam dosje, më ke thënë, ke qënë të Lori Kafe, kur unë po flisja me Gertën. Dhe kam dosje për ty. Pastaj the kam listë për ty. Dhe këto gjëra, unë sinqerisht tani nuk kuptoj se çfarë bën Aldo këtu, kur Aldo e di shumë mirë, që deri këtu dhe e di gjithë shtëpia e ka sjell Daniela dhe për kushtimi që ai ka pas ndaj Danielës, duke i shërbyer në çdo gjë. Në që mënyrë e ka sjell Daniela? Daniela duke qenë se është një lojtare e cila kam shërbyer unë e pas kam çuar unë. Ma kishte çuar vetën tënde se ke çuar ti. Një sekond ta shpjegoj, ju lutem. Daniela duke qenë se është një lojtare në shtëpi e cila ruan një etik dhe rrallë herë hyn në debate, përveç se debateve që lidhen drejt për drejt me të. I ka dalë shpesh herë në krah Aldos, si në rastin më flagrant, kur ai shprehu pëlqimin për Olën dhe Ola i tha jo. Atëherë Daniela i doli direkt në mbrojtje duke thënë më kishte thënë Aldo që ky është një provokim. Që ka qenë e vërtetë. Më kupton? Aldos, në qoftë se nuk i del gjëja, thot ishte lojë. Dhe këtu vjen Daniela, e cila e ka mbështetur dhe ndihmuar gjithmonë. Prandaj ka sjell Daniela deri këtu. Ta nis me Daniel Lediona apo me Laertin? Po nis me Laertin nëse do ti përgjigjesh dhe Danjes patjetër. Po nis me Laertin. Atëherë, këtë fjalën dosje, ose e kam thënë për herë të parë ndaj Bonës, sepse Bona duke qenë një person që kishim njohjet përbashkët, në një farë sensi ndjej ata kurseja, pra,
në sulme apo në kritika. Dhe kur Bona për herë të parë më përdor një provokim ndaj meje, për të më sulmuar, po themi, unë i them Bona, të lutem rriur se kam një dosje për ty plot. Në sensin, lojrat që bën me Po këto i thoshin operativat e sigurimit, kam dosje. Po më falë për shprehjen, se unë nuk jam operativ, unë kam lindur pas viteve 90, kështu që vi qete e pjesë, nuk jam asas agenti fshetës. Vazhdo. Pra ishte një shprehje për t'i thënë Bonës që kam mjaftueshëm material për të goditur Bona, kështu që leje këtë muhabet, pra ku do ta godisja me lojën që ka bërë me Lahertin, me lojën që ka bërë me Xhibani, me tre këndshat e Bonës që i dim gjithë. Për sa i përket danjës, edhe sulmi organizuar, Lori u shpreh gabim. Mos u merr me ata, Aldo, të lutem se nuk ishte në klip edhe... Po. Është ironike që Danja më thotë që jam mbajtur me lojën e vajzave, kur para disa javësh u akuzua Danja që ishte për lojën e çunave, kështu që se di se si të përgjigjem për këtë. Kur qoftë me gust kuqe, në këtë rast, Aldo, a mund ta... Aldo, a i mohon dot që ke patur brënda 94 ditëve, le themi, shprehje pëlqimesh për të paktën 3 vajza brenda shtëpisë? Po, e mohoj, 2 kanë qenë të sinqerta Ledion. 2 kanë qenë të sinqerta, pra Olën e mohon. Në fillim dhe me rezervën në fund. Si të duket deklarata e Danjës që thotë që më shikon me ca sy duke nën kuptuar që janë ca sy, le themi, vëzhgues të një mashkulli, po jo shoqëror. Kështu i shikon të gjithë. Totalisht, ja flet Josi. Totalisht loj nga ty, pra e bën për loj. Jo, totalisht loj nga ana Danjës, sepse kemi disa ditë që grizemi me njëri tjetrin dhe mbase Danja është në këtë moment që thotë pse jo ta sulmoj edhe në këtë pikë. E kuptoj. Ndërkohë, të lutem se unë nuk jam vetëm unë. Ndërkohë, Gerta, kur ishte loj, Gerta të shoh që je shumë gati të kërcesh në le themi reagime në momentin që dëgjon diçka nga Laerti apo nga Rozana, por nuk reagove njësoj kur dëgjove fjalët që... Po që më tha pseudo pushteti. Jo, fjalët që Aldo tha për ty... Një sekundë. Fjalët që Aldo... Ju lutem, mos më ndërprisni, ju lutem. Mos më ndërprisni, se nuk po më rini të mbaroj një fjali nga fillimi deri në fund, ju lutem. Pra, fjalët që Aldo tha në klip për ty, të cilat, po themi, ishin goxha të rënda, fjalë nuk i kishim dëgjuar më përpara. Prandaj jam dhe pak e stepur Ledion, sepse... Një moment, dhe në tasërën kur është të në e fjallë, është tënë kur nuk zjodhe përfajsuesin... Po kaloja në mëndje disa gjëra dhe prandaj isha pak më e stepur. Për të kuptuar se çfarë pëndon. është kur zjodhe Lorin, ka që kishë. Jo, një sekund. Gerta, si e mendon? Pseudo pushteti, nga ana Aldos, unë dua që të ma shpjegoj Aldo faktikisht, se çdo të thot pseudo pushteti. Dhe, Ola, të lutem, mund më lësh? Nuk e di pse se unë nuk të ndërhyva në bisedat e tua sot. E di ke ndërhyra. Edhe e ke zakon që ndërhyjnë gjithë kohës. Rozi ju lutem se është midis nesh, atëherë. Atëherë, më thuaj pak. Pseudo pushteti. Pseudo pushteti. Për një koment që kam dhënë, si ta kam ballafaquar. Jo, si çdo me thëmë pseudo pushtet tek unë. Si e shikon këtë pushtet tek unë, dhe nga ana tjetër e përkthen në pseudo pushtet. Një sekond, o Danja. Se dua që të ma shpjegoj Aldo. Pseudo pushtet do të thotë që ti pretendon që ke një pushtet dhe ke frikë ta ndash te dikush tjetër dhe për mua zgjodhe Lorin atë ditë si përfaqësuesin e grupit. Dhe kjo ishte ankesa ime, ishte dhe ankesa e Jozit. Po në fakt në të vërtetë, në të të lutem, nuk e bën asnjëri në këtë pikë. Po ta mbaroj unë se ta mos e merr me neve. Aldo, në të vërtetë ti mendon që un kam pushtet? Pushtet? Po. Mjaftueshëm. Mjaftueshëm. Po, po e quajta pseudo pushtet sepse kishe frikë për ta. Një sekond. Pushtet sa që lejohet secilit ketë pushtet, do të ndihet lojtar i fortë. Kjo do thotë të kesh pushtet. Ti ke thënë dua ta fitoj Gerta Big Brother. Atëherë, një sekondë. Nuk lopove për veten, një se dua ta fitoj Gerta. Po nëse jo unë më gjithmonë, po çfarë thua se po flasim? I fortë dhe je do se që ti lopove Gerta Gixhar. Aldo, pardje ka thënë Gerta. Edhe një herë, do të thotë që ti un kam pushtet mjaftueshëm apo jo? Dhe pseudo pushteti kur përkthehet? Të lutem Aldo, merru me mua dhe lëri çfarë thon ato. Sepse dua ta zhvilloj sinqerisht të bisedën. Po më patjetër, hajde. Atëherë më thuaj se pseudo pushteti si përkthehet nëse un kam pushtet mjaftueshëm. Pseudo pushtet do të thotë që kam përshtypjen që pretendon. Kam përshtypjen që pretendon që ke më shumë se ç'është. Më kupton apo? Un pretendoj që ka më shumë se ç'është pushtet. A ka më shumë se mua dikush tjetër më shumë pushtet këtu? Jo, vetëm ti ke mbi Aldon pushtet.
As njëri tjetër. Do ta Gerta ti çeke qeverinë vetë. Si? Gerta po çike këtë pyetje. Ja të përgjigje sinqerisht. Je super kontradiktore. Seriozisht e ke. Një moment, ju lutem, Rozana Laert, a ka mundësi të dëgjoj një bisedë nga fillimi deri në fund? Drejt që e mori. Realisht, kur jam pyetur te loja me shishe, kush e fiton bikun? Kam thënë Gjesti. Ke thënë Gjesti. Kështu që prandaj them, do ta jap të përgjigje, më kupton çfarë them? Jo, ajo është një lojë e vjetër, po themi, ka kohë. 3 javë ka, nuk është. Po, që do fitoj Gjesti. Okej, dakor. Dhe në raport me veten tënde, Aldo, ke ndonjë, po themi, tension në raport ti dhe unë. Po jo, më tira se e keni sqaruar këtë gjë. Ky klipi është i vjetër. E duat ma thuash hapur fare. Po kemi folur, nëse ke ndonjë tension, mund ma thuash. Nuk kam asnjë tension. Tensionin e vetëm që kisha me ty. Sepse një gjë e vogël nuk mund të mjaftoj që të shprehesh deri në këtë lloj pike. Do me thënë, pa u konsultuar me mua në lidhje me këtë situatën e Jozit, apo jo sepse ma the që është situata e Jozit. Situata ajo është shprehje e Kelori kafe. Po, kjo video që pe. Atëre Gerta, që ta ndërpresim këtë intervistën, një intervistë të cilën mund ta bësh edhe pak më mbrapa. Gerta, si e gjykon ti? Gerta, për të ndërprer këtë intervistën që mund ta bësh edhe mbasi unë të mbaroj episodin. Më thuaj pak si e shikon ti lojën e Aldos brenda shtëpisë në këto 94 ditë. Sa bie dakord me shumë banor që aty brenda thonë loja e Aldos është 1 inexistente, 2 vetëm e flirtime me gocat. Je dakord, si je dakord, pse je dakord, pse nuk je dakord? Atëherë, loja e Aldos deri tani ka qenë gradualisht e qetë, po themi, nuk ka qenë e nxehur me gjakra apo me debatet forta që në fillim. Po, të ka thënë dhe ty që është bërë pishman që në fillim e ka marrë një qika bashkë. Po, edhe këtu do dilja dhe këtu do të thoja këtë fjali. Po, mos më thuaj gjëra që i di, më thuaj gjëra që si di, se unë i shoh 24 orë, 24 ditë çdo gjë që bëni, edhe kur shkoni në banjo. Po, ashtu, më thuaj diçka të re. Loja Aldos ka qenë paksa e tërhequr. Do me thënë, Aldo ka disa rezerva, po themi në lojën e tij. Ndoshta ka rezerva në lidhje me veten e vet, se si mund ta shfaqi veten. Ka ato pikpyetjet ndoshta se si do duket në publik, dhe për këtë kjo e ka bërë më të tërhequr Aldo në lojë. Jo në publik, ti di shumë mirë se kam dhënë përgjigje. Nga ana tjetër, a do ta penalizoj kjo Aldon për ty? Fakti që ka qenë më i tërhequr, për vazhdimsinë pra në ç'kuptim. A do ta, si edhe njerë? A mendon se fakti që është më i tërhequr si pas teje e penalizon Aldon në lojë apo jo? Deri diku ndoshta po. Them që mund ta penalizoj deri në këtë pikë sot, ku ka ardhur, sepse shikojmë që janë edhe lojtarë të tjerë, po themi që janë aktiv, po megjithatë gjithmonë loja e Aldos është bazuar në argumentat që ai i ka mbrojtur, do me thënë gjithmonë në situatat të ndryshme, ka mbrojtur veten e tij, dhe përsa i takon çështjes së flirtimeve, me thënë të vërtetën, në situatën me Livian, unë po themi, kam qenë një person që e kam dëgjuar se si ka qenë ajo histori, po gjithmonë është fajsuar Rozi për atë marrëdhënie, por nga ana tjetër dhe Livia nuk i ka dhënë si thuash atë dashamirësinë për të zhvilluar një njohje me Aldon, ndërsa përsa i takon njohjes me Rizartën, përpara se të vinte Rizarta, unë kam qenë ajo që i kam thënë Aldos që Aldo, nëse do të vinë ndonjë vajzë në shtëpi dhe do të krijosh ndonjë pëlqim, për mua si Gert, unë të sugjeroj që mos krijosh lidhje në mënyrë që shtëpia mos ta përdori, duke patur parasysh që këtu përdoren këto gjëra në shtëpi dhe mund mos ishte një pikë e fortë e jotja, por duke e parë veten në mënyra të tjera loje në shtëpi. Pra duke nxjerrë Aldon siç është Aldo vetë si natyrë dhe si person, dhe jo me anë të lidhjeve në shtëpi. Duke mos krijuar pra të gjithë të situatë, sepse situata e lidhjeve në shtëpi, me thënë të vërtetën, është shumë e sikletshme. Dhe është një ngërç shumë i madh, po themi, kur një çift diskuton dhe ne patjetër duhet futemi dhe të ndërhyjmë tek marrëdhëniet e çifteve këtu në shtëpi. Dhe kjo unë për vete nuk e shikoj shumë të favorizuar pra këtë si mënyrë loje. Arber, si e shikon ti? Edhe kur ka ardhur Rizarta, nuk është se ja kam pranuar, po themi, mënyrën e afrimit me Rizarta. E kuptova, Arber, po. A është kjo një strategji e Aldos? Unë mendoj që po. Për sa kohë është brenda në shtëpi, do thotë që po, është një strategji e cila ka funksionuar. Unë mendoj se po del tashmë në pa më tepër nga
lojtarët e tjerë për shkak se një numër i madh banorësh mendon që këtu ka një problem, për sa kohë ky njeriu është brenda akoma në shtëpi me këto. Edhe është ndryshe nga të Patjetër, krahasojnë me veten e tyre që kanë pasur përplasje, dinamika të forta, por gjithashtu mendoj që një arsye tjetër është edhe kjo dalja me stil për të qenë elektroni lirë i Aldos nga i grupi që pretendoi që ka pasur, gjë që normalisht nuk i ka pëlqyer as banorëve që kanë qenë pjesë e grupit. Dhe tani më gara vion bëhet shumë e ashpër dhe normalisht do goditet edhe Aldo nga banorët brenda shtëpisë. Pra, po dalin tani në pa, gjëra që mund t'i kenë parë edhe dje, por nuk i kam thënë, sepse DC e kanë pasur në menaxhimin e vet të grupit, tani nuk intereson më dhe ngrehet më tepër përqendrimi. 3 javë më përpara kemi diskutuar që në fakt sa i përket grupit i cili ishte shumë më i madh në numër atëherë në divanin e kuq, që gjithmonë konsideroi sikur Gerta ishte liderja e grupit, në fakt është papritmas Aldo sikur u konsiderua si një lloj faktori më lider se sa ajo. Dhe ndërkohë vim në këtë pikë që diskutojmë pikërisht nga shumica e banorëve. Për Arbën, kur të kesh. Ja, një sekondë mbaroj Lidion. Diskutojmë nga shumica e banorëve që me sa duket Aldo është kocës s'bë ka asgjë. Vetëm një pyetje për Arbën. Arbër sipas teje kanë pasur ndonjë përballje të fortë në Arbër? Shumë pak. Po pjesën më të madhe të gjërave ke pas qef, domethënë, si ta them unë Tiranë, si ti thon Smojmi. I thonë që të luar shumë pak në fshehtësi, domethënë të mos jesh shumë i drejt për drejt. Nën rrogoz. Nën rrogoz. Me rezerva, me rezerva. Ose le kokrën e namit tim, ti le kokrën. Ose siç 45 vjeç zonjë. Po lema, po çfarë problemi ka? Ti je gënjeshtar, ti je. Ka luajtur Neta nën rrogoz apo jo? Aldo ka luajtur, patjetër që ka luajtur nën rrogoz. Sigurisht është një rol edhe ky. Nuk jam kundër që e ka sjell deri këtu. Megjithatë, unë me këtë historinë e mlumës që erdha deri këtu, duke luajtur në rrogoz, nuk jam fare dakord. Fare. Në rrogoz po stafeti. Nuk është po stafeti, nëse vjen duke bërë debat me gjithë. Kam respektoj mendimin tënd, por nuk jam as pak dakord. Mund të vazhdosh lutem. Sigurisht që edhe unë mendoj që Aldo është një djalë shumë inteligjent dhe ka forcë argumenti të shkëlqyer, por nga ana tjetër që është ai njeri që në atë shtëpi mban flamurin e akuzave për flirtimet e të tjerëve dhe sot pam që është i pari që e bën, edhe besoj ti mund mos jesh dakord Aldo, po faktet flasin vetë. Jo, për këtë të luajtjes në fshehtësi nuk jam as pak dakord, po përballem me të gjithë, nuk e di kujt i thoni fshehtësi. Shiko. Domethënë, unë e shoh Big Brother. Pa dhe ne Ti vërtet po përballesh me të gjithë, po jo sepse e ke nisur dhe e ke iniciuar ti këtë gjë, Aldo. Po pse nuk e iniciova unë me Danjën, Neta? Nuk e iniciova unë me Dajertin, Neta? Jo? Me Danjën e ka iniciuar Danja. Danja që sjell informacionin, atëherë kush punon në fshehtësi, Danja? Jo, dëgjoj, jo. Me Danjën po kërkoj të bëj logjik këtu. Po edhe unë po bëj logjik dhe po të ndjek me shumë dëshirë. Me Danjën e ka iniciuar Danja kur pati atë shkarjen nga divani kuq edhe shkoi ande nga ana tjetër dhe ti nuk ja fale. Pra, nuk ja falen, sensin që ajo kërkoi ndjes, bëm një prajm të tërë për sjelljen e Danjës dhe sigurisht ti u gjende me këtë situatën llokum që të cilën e shfrytëzove, okay? Ka një gjë, Aldo, jam dakord ti ke ardhur deri më sot. E mendoj nga forca e argumentit, e mendoj nga aftësia për të luajtur në rrogoz dhe sigurisht mendoj që edhe shumë fat. Je lojtari më fatlum këtë vit se Big Brother. Jo, për mendimin tim me shprehja nga ky Big Brother ka dalë paç fatin e Jozit, me thënë drejtën. Neta sepse ka dalur, është thyer kutia, më pas ka dalur sërish, u rikthye sërish, kështu që paç fatin e Jozit ka dalë nga Bigu, jo paç fatin e Aldos, po unë të dëshiroja ta kisha këtë lloj fati. Nuk më pëlqen si shprehje them paç fatin e këtij, fatin e atij. Ka konotacion të mirë dhe unë kam respekt për çuna. Dhe dua ta përfundoj. Pavarësisht se mendoj që je fatlum, në këtë moment je në ditën e 95, Aldo. Ke një tendencë të nisësh gjëra dhe të mos i çosh deri në fund. Shpresoj ta gjesh forcën, të dalësh nga rrogozi dhe të çosh deri në fund. Po. Do në bëjmë me rizatën aty dhe të nesër vazhdove gjatë me përqafimet me dafet. Po krym. Si thot Jozi? Ama. Do marr shembull nga më i mirë. Po, merr për shembull. Mbyllim lidhjen me shtëpinë. Mundove 3 herë. Ndërkohë, vetëm pas pak do të kemi për herë të parë këtë sezon nominime të hapura, që do të thotë në living room
do të nominojnë banorët njëri tjetrin sy më sy. Se çfarë do të ndodhë, letet për të parë që ndroni me ne.